Kur një person krijon një vepër letrare, muzikore, shkencore ose artistike, ajo ai është mbajtës i së njëjtës dhe vendos lirshëm për destinacionin ose fatin e përdorimit të saj. Cilat janë përgjegjësitë e radiove dhe televizionet ndaj mbrojtjes së të drejtës së autorit? Televizionet dhe radiot kanë përgjegjësi për të garantuar se përmbajtja e të gjitha programeve të transmetuara dhe ritransmetuara është në përputhje me ligjin për Komisionin e Pavarur të Mediave, aktin përkatës në ligjor, si dhe me ligjin për të drejtën e autorit. Televizionet dhe radiot duhet ta ndërpresin transmetimin apo ritransmetimin e përmbajtjes së jashtëligjshme dhe të sigurojnë se një gjë e tillë nuk do të përsëritet. Pavarësisht teknologjisë së përdorur për ofrimin e përmbajtjes audiovizuale, mediat janë të obliguara të bëjnë transmetimin dhe ritransmetimin e programeve bazuar në marrëveshjet e vlefshme për të drejtën e autorit. Paraqitni shqetësimet tuaja në lidhje me përmbajtjen e programit të caktuar tek Komisioni i Pavarur i Mediave.